Horoskopi ditor e premte 24 tetor 2025. Dashi, ditë shumë e veçantë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Marsi do të provokoj fantazin dhe pasionin ndërmjet jush. Shfrytëzoni çdo sekond. Beqarët do të kenë veçse mundësi për aventura kalimtare dhe asgjë më shumë se kaq. Gjithsesi, do të ndiheni mirë. Në planin financiar do të realizoni projekte interesante, të cilat do ta stabilizojnë situatën. Demi, duhet me patjetër të largoni rutinën nga jeta në çift gjatë kësaj dite, sepse përndryshe situata mund të bëhet edhe delikate. Beqarët do të fillojnë një etapë të re, akoma më të bukur nga ajo që kanë kaluar. Shumë gjëra do të jenë edhe më ndryshe sot. Në planin financiar, situata do të jetë goxha e ekuilibruar. Kjo do t'ju jap mundësinë atyre që kanë borxhe t'i shlyejnë sa më parë. Binjakët, beqarët do të fillojnë aventura shumë interesante, të cilat mund të shkojnë edhe më gjatë se sa ata mendonin. Të dashuruarit nga ana tjetër do të vendosin pak distancë me njëri tjetrin dhe asgjë nuk do të shkojë si e kishin planifikuar. Në planin financiar do të jeni të matur e të kujdesshëm. Për këtë arsye gjendja do të vazhdojë të jetë më mirë se më parë dhe pa probleme. Gaforia, do të afrojni edhe më shumë me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe do ta keni edhe më të lehtë të flisni për gjithçka me të. Edhe ata që kanë pasur një ftohje do të afrohen më shumë me njëri tjetrin. Beqarët do të kërkojnë një person të pashëm, të tjerat nuk do t'ju interesojnë dhe aq. Urani do t'ju ndihmojë të përmirësoni situatën financiare për një periudhë mjaft delikate. Luani, dita e sotme do t'jetë paksa e ndërlikuar për jetën sentimentale të çifteve. Do t'i kushtoni vetëm rëndësinë ndjenjave dhe dëshirave tuaja, duke lënë pas dore tjetrin. Beqarët do të kenë një ditë të zakonshme dhe pa ndonjë takim të veçantë. Në planin financiar duhet të tregojeni sa më të matur, sepse gjendja nuk është as pak e mirë për të bërë çmenduri. Virgjëresha, ditë goxha e mirë kjo sotmja për personat që janë në një lidhje. Nuk do të ketë asnjë rrezik për konflikte apo për hatërmbetje. Beqarët do të jenë humor të mirë dhe gati të bëjnë edhe çmenduri vetëm për të gjetur personin e përshtatshëm. Gjendja e të ardhurave do të vijë duke u përmirësuar lehtë. Gjithsesi, kjo nuk do të thotë që ju menjëherë të shpenzoni. Peshorja, jeta juaj në çift do të jetë mjaft e trazuar sot. Asgjë nuk do të shkojë si e kishit menduar dhe kjo do t'ju mërzis pa mas. Beqarët do të vazhdojnë të ndërojnë për princin e kaltër, të cilin as sot nuk kam për të atakuar. Do të ketë ftesa, por nuk do t'i njohin as pak. Financat nuk do të kenë as më të voglin problem. Mund të kryeni pa frikë shpenzimet e domosdoshme. Akrepi, do të zbuloni një anë tjetër të partnerit tuaj sot, e cila do t'ju pëlqej tejmase, do të dashuroni me pasion atë dhe do të ndiheni krenar që e keni në krah. Beqarët do të verbohen nga dikush dhe pa e njohur mirë do të pranojnë të fillojnë një lidhje. Dielli dhe Mërkuri do t'ju ndihmojnë t'i menaxhoni si duhet të ardhurat. Gjendja do të vijë duke u përmirësuar. Shigjetari, do t'jepni më shumë prioritet se kur më parë jetësuaj në çift gjatë kësaj dite. Çdo moment që ta keni të lirë të ta shfrytëzoni duke qëndruar pranë atij që dashuroni. Beqarët duhet të bëjnë edhe pak më shumë durim që të gjejnë personin e duhur. Në planin financiar do t'jeni të organizuar dhe mjaft të kujdesshëm. Shmangini shpenzimet e panevojshme. Bricjapi, ditë e paqëndrueshme kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Asgjë nuk do të shkojë ashtu si e kishit menduar, por të paktën mundohuni të mos e teproni me fjalët. Beqarët do të jenë të fiksuar pas gjesteve të personave dhe asnjëri nga ata që do të takojnë nuk do t'u ambush mendjen. Për financa do të jetë një ditë me shumë fat për ju. Do të ndiheni të qetë edhe kur të shpenzoni. Ujori, ditë shumë pozitive dhe këndshme kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të merreni vesh me partnerin tuaj dhe do t'i sqaroni edhe problemet më të vogla. Beqarët do të bëjnë shumë përpjekje për të gjetur princin e kaltër dhe në fund të ditës do t'ja dalin ban. Në planin financiar duhet të tregojeni të arsyeshëm dhe të mos kryeni asnjë shpenzim të pamenduar. Peshqit, debatet dhe mosmarrveshjet në çift do të shtohen edhe më shumë gjatë kësaj dite. Të dy do të jeni strikt, kokfort dhe nuk do të bëni asnjë tolerim.
Nëse vazhdoni kështu, lidhja do të marrë të tatpjetën. Beqarët do të përfitojnë nga çdo ftesë që do t'ju bëhet për të filluar një lidhje të qëndrueshme. Mundësitë do të jenë të mira, paratë nuk do të jenë shumë të mira, prandaj kujdes me shpenzimet që do të kryeni.